Çdo natë, një djalë i vogël shiste me guxim biskota për të mbështetur nënën e tij. Një mbrëmje me stuhi, ra shiu dhe ai nuk shiti asgjë, duke qëndruar i lagur dhe i dekurajuar. Shpirti i tij ishte i dobët, duke u ndier krejtësisht i vetmuar në luftën e tij. Pa pritmas, një grua e moshuar ju afrua, duke i dhënë një kartëmonedhë të madhe. Allahu të pa, përshpëriti ajo me mirësi. Unë jam thjesht një pikë e shiut të tij të bekuar. Ky akt i thellë mirësie ishte një kujtesë e fuqishme se ndihma shpesh vjen kur më pak pritet. Kjo rrëfim prekës na kujton, kur dëshpërimi të turbullon rrugën, mos harro se nuk je kurrë vërtet i harruar. Mëshira dhe furnizimi i pakufishëm i Allahut janë gjithmonë afër, madje edhe në stuhit më të errëta. Beso në planin e tij, sepse bekimet e tij mund të shfaqen në format më të papritura. Përqafoje këtë mesazh shprese dhe ndaje dritën e tij me të tjerët. Lejo që kjo histori të frymëzojë të gjesh forcë në besim dhe të njohësh dorën hyjnore në jetën tënde.